Mulladulla nga Hotla, hoxha që dha jetën në luftën kundër komunizmit famëkeq. Abdullah e Bibi, i njohur si Mulladulla, u lind në vitin 1904 në fshatin Hotër, rrjedh nga një familje me traditë fetare dhe kombëtare. Gjatë luftës së dytë botërore, Mulladulla e lëshoi postin e imamit shtetëror dhe u inkuadrua në grupin e Sylhotlas dhe veproi krah për krah me Sylhotlan. Pas kapitullimit të Bullgarisë fashiste, me 8 shtator të vitit 1944, me direktivat e krerjeve të lidhjes së dytë të Prizrenit, Qane Karadaku do t'i bashkangjitet Shqipërisë. Më në shtator të vitit 1944, Sylhotla shpallzon të lirë prefekturën e Bateqit dhe ngriti flamurin kuqezi para një numri të madh të qytetarëve, të cilët me admirim pritën orën e Shqipërisë. Me këtë rast, Mulladulla do zgjedhet nën prefekt i prefekturës së Bateqit, dërsa Sylhotla komandant i forcave të armatosura shqiptare të kësaj prefekture. Me hyrjen e forcave komuniste, edhe ai përjetoi fatin e shumë adhetashëve qerë shqiptar. Në dhjetor të vitit 1924, Mulladulla arrestohet nga Ozna. Vallahu i tij, Ilyas Abdullahu, kur e kishte vizituar në burg, tregon se nga torturat e jashtëzakonshme ja kishin nxjerrë edhe syrin e djathtë. Pas 20 ditë torturash e masakrash, grupin prej 18 personave e likujduan dhe të gjithë i hodhen në gropën e baktive të varrat në periferi të Kumanovës. Kontributi i tij në ngritjen e vetdijes fetare dhe kombëtare ishte aq i madh saqë me të u ushqien gjenerata të tëra shqiptarësh deri në ditët e sotme. Më 28 nëntor të vitit 2007, nga disa shoqata adhetare që organizuan manifestimin Kumanova për flamur NDSH-UÇK, u vendos një pllakë përkujtimore në varrëzën e dëshmorëve në fshatin Hotër të Kumanovës, ku u spikat marrëdhënishëm emri Abdullahut Mulladullës.